Në fakt të flasësh për lëvizjen bashkë në 2-3 minuta është e pamundur. Është e pamundur sepse të flasësh për programin e saj elektoral do duheshin muaj, vite. Të flasësh për njerëzit, për aktivistët, për antarët, për simpatizantët e saj nuk do t'mjaftonte kur koha. Prandaj unë sot do flas për të rinj që po lind. Në fakt do flas për të rinj që ka lindur. E reja ka lindur tek sytë atyre mira qytetarëve. E reja ka lindur tek sytë atyre mira qytetarëve që ndriçojnë sapo dëgjojnë idetë e kësaj të reja. E reja ka lindur tek ata punëtorë që nesër kanë shpresë nuk do t'jetë thjesht një ditë pune e keq paguar dhe e shfrytzuar. E reja ka lindur tek ata mira studentë të cilët mendojnë se sakrifica dhe mundi i tyre do të përkthehen në një ardhmë më të mirë. E reja ka lindur tek ata qindra mira pensionistë që mendojnë se e nesërmja nuk do jetë thjesht një ditë ku do shtrin dorën për të marrë lëmoshën e radhës, por do të marrin kontributin e dhënë për ndërtimin e Shqipërisë. E reja ka lindur tek ata mira biznesmen të ndershëm që nesër shpresojnë se nuk do të vuajnë më pasoja e këtij shteti oligarkik të korruptuar, por do të kenë mundësi të bëjnë biznes të drejtë dhe të ndershëm. E reja ka lindur tek profesionistët e lirë, të cilët kanë të sigurt punën sot, por nesër mund të kenë të sigurt edhe një sistem taksimi të drejtë, dhe ku shteti do e kenë në krah, jo përballë. E reja ka lindur tek bujshit, të cilët shpresojnë se nesër produktet e tyre nuk do mbushin kanalet e rrugëve dhe të arave që janë anës tyre. E reja ka lindur tek ata mira, qindra mira qytetarë, që sot emigrimin e shohin thjesht si mundësinë e vetme, por nesër kanë shpresën se nëse bëhen bashkë, mund ndërtojnë një ardhmë më të mirë këtu në vendin e tyre. E reja ka lindur tek ata mira qytetarë, që thjesht deri sot janë vjedhur për 35 vjet. Por nga nesër kanë shpresë se do të marrin shërbim kur t'i drejtohen dyerve të spitalit për të kuruar. Do të marrin dije kur t'i drejtohen dyerve të universitetit për të mësuar. Do të marrin drejtësi kur t'i drejtohen dyerve të institucioneve shtetërore. Por mbi të gjitha do të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu kur të punojnë me ndershmëri dhe me dignite. E reja ka lindur. Ka lindur rrugëve dhe lagjeve të Elbasanit, Librazhdit, të Prenjasit, të Gramshit, të Corrikut, të Beqit, në zemrat e njerëzve të thjeshtë, në zemrat e njerëzve si Bruna, si Danieli, si Mivani, si Klajti, si Erindi, si Albi dhe si shumë të tjerë. E reja ka lindur dhe ajo quhet lëvizja bashkë. Prandaj uftoj që ditën e diel datë 11. Votoni të re, votoni numrin 2, votoni lëvizja bashkë.